Atëherë, tani ju takon juve të zgjidhni finalistin e parë të Ferma VIP, sepse televotimin e deklaroj zyrtarisht të hapur. Zgjidhni finalistin, votohet në voto.vision+.tv dhe në My Vodafone. Shkoj që ti kthej prap të gjithë në arenë dhe t'ju jap pak më vonë edhe komunikimin zyrtar, lutem më thoni lidhjen në të gjithë Fermën, dëgjojmë kudo. Atëherë mund të ktheheni të gjithë në arenë, të gjithë në arenë. Faleminderit. Okej, mbyllim lidhjen me Fermën dhe e komentojmë pak me opinionistët tanë. Pse je e lumtur? Pse je e gëzuar? E di vetëm për një arsye, se i thash që Iliri ka për të votuar Mozën, me aq sa unë e njoh Ilirin, me sa e perceptova, dhe jam e lumtur vetëm për një gjë, sepse pavarësisht për plasjeve që ato kanë patur me njëri tjetrin, kanë vlerësuar njëri tjetrin deri në fund, qoftë në një mënyrë, qoftë një tjetër nga ana Mozës dhe nga ana e Ilirit. Mirë, se Iliri këtej e vlerëson Mozën duke e shkruar emrin, këtej rri e shan nga mëngjesi deri darkë, një vlerësim i madh, më thon drejtën. E futin në finaliste. Iliri ka hyrë, ka ditur shumë mirë popularitetin e Mozës. E futin finaliste. Në ditën e parë, mbase do isha dakord. Këtu s'bie shumë dakord, me thënë drejtën. Iliri është super lojtar. Iliri është lojtar, ky patjetër nuk ka diskutim. Po fiton pikë. Dhe e shfrytëzoi edhe këtë moment për të, ndoshta jo për t'i dhënë pikë Mozës, por për të fituar pikë vet. Kështu që ai dhe po të mos kishte hyrë më vonë, po kishte hyrë ditën e parë, besoj për gjithë aty brenda është i kuptueshëm populariteti dhe pëlqyeshmëria që ka Moza. Do t'ja kishte dhënë Mozës si lojtar. Ai tha, unë dua të tregohemi drejt, dhe nuk tha që dua që të jetë Moza finaliste, tha du të tregohemi drejt dhe t'i jap hakun. Pra, ta vlerësoj për meritën dhe gjithçka që ka dhënë. Po sigurisht nuk qëndroj asaj që the ti që në fund ditës sa vlerë të bën ky lloj vlerësimi, kur përgjatë bashkëtesës aty ka thënë nga më të zezat Mozës, kështu që mendoj nuk për mua të paktën nuk është qirit në epik, thjesht tregon që është dinak në lojë dhe kaq. Nuk është ai Romiri votoi Sarën, a? Po Romiri ka marrëdhënie Sarën. Romiri po. Edhe do një fenomen në mënyrë të vazhdueshme që Visi voton Romirin gjithmonë për të dhënë avantazh. Ilirin, jo Sarën, Ilirin. Romiri ka votuar Ilirin. Se kemi parë dot. Po Romiri ka votuar Sarën. Jo, Ilirin. Kë votoi Romiri? Romiri votoi Ilirin. Ilirin, okay. Ilirin. Ne na u duk që votoi Sarën. Askush nuk votoi Sarën. Askush nuk voton Sarën. Okej. E qartë. Sipas kemi parë dot ato emra. E qartë. Romiri dhe Moza pra. Qartë. E pritshme. Edhe deri diku dihet kush do shkojnë finale nga këta të dy. Kështu që Arbana mendoj që gjithmonë ka një fenomen të çuditshëm në këto formate, në reality. Është një tjetër që preferohet brenda nga ata që jetojnë, pra që krijojnë një farë lidhje. Dhe një tjetër të preferuar të publikut. Dhe është një tjetër i preferuar që është jashtë i publikut. Sigurisht që ne nuk i perceptojmë dot ndjenjat që ata kanë brenda, ashtu sikurse as ata me sa duket nuk perceptojnë dot se çfarë është ajo që pëlqehet më së shumti jashtë. Perceptojnë që pëlqehet Moza, po akoma nuk e kuptojnë se çfarë publiku pëlqen tek Moza. Kështu që në këtë pikë është një përplasje e këndshme mes atit që do Ferma dhe asaj që do publiku. Tash do t'rregosha budallaçk nëse nuk do të dija rezultatin, nëse nuk do. Por të shohim. Të shohim të hënën se cili do të shpallet finalisti i parë i këtij edicioni. Ju votoni ndërkohë dhe ne shkojmë në arenë për t'ju thënë. Atëherë, miqtë e mi, jam me ju. Nuk e di nëse patët mundësi ta diskutonit me njëri tjetrin. Jo, na ka hyrë frika me ty. Mirë bëni. Kemi hapur dalin të plepat pasaj. Atëherë, secili për jush ka votuar për finalistin e parë. Dhe në televotim kanë shkuar 2 persona. Është hapur televotimi ku publiku do duhet të zgjedh finalistin e parë të edicionit të 3 të Ferma VIP. Personi më i votuar deri të hënën shkon direkt në finale. Fiton 10.000 euro a priori dhe natyrisht që garon për çmimin e madh. Bravo. Më të votuarit nga ju sonte
janë Moza, Faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. dhe Romiri. Për ju të dy është hapur një televotim dhe të hënën do të zbulojmë se cili do të jetë finalisti i parë. Çfarë mendon Romir? Jam shumë falenderus, i gjithëve pa përjashtim. Moza? Jam shumë falenderuese shokëve të mi, sepse në këtë rast këta më kanë zgjedhur, edhe do bëj më të mirën që mos t'i zhgënjej. Këta dhe publikun. Okej. Mirë, suksese të dyve. Mbyllim lidhjen me firmën. Dhe mirëpresim tani në studio të eliminuarën tjetër të kësaj nate. Me një duart rokitje vjen Kostala!